Njerëzimi nuk ka lindur në këtë botë. Toka, në evolucionin e saj natyror, ka lindur dhe ka mbushur të gjitha boshllëqet biologjike me dinosaurin. Ishin kudo, fluturonin, zvarriteshin, jetonin në ujë, ecnin mbi tokë. Pastaj erdhën në tokë gjenistët kozmik, qenie diellore, erdhën me anijet e tyre të arta prej drite diellore, dhe këta vendosën të mbillnin mbi tokë unë jam. Kështu bën një studim të botës së dinosaurëve, fillimisht trajtuan paraardhësin e delfinëve. Ata gjithmonë veprojnë përmes shartimeve gjenetike dhe më pas shohin nëse shartimi përshtatet dhe harmonizohet me mjedisin natyror të planetit. Do me thënë duhet të ketë një simbiozë, por as delfini dhe as orka nuk dhanë rezultatin e dëshiruar, sepse këto qenie kërkonin të krijonin një strukturë biologjike që mund të strehonte shpirtin, inteligjencën. Në fund ata zgjodhen një gjarë për ujor, që akoma sot adhurohet në lindje, në formën e dragojt, gjarpri me pencë të artë, i cili ishte një gjarpër detar rreth 60 metra i gjatë. Trajtuan këtë gjarpër detar dhe në fund morën rezultatin e dëshiruar. Do me thënë, shartimi u realizua me sukses dhe nga ujërat e detit doli hominidi. Kur hominidi doli ishte androgjen, vetë fekondohesh. Më vonë këto qenie bën një rikalibrim të gjithë planetit, sepse nuk është e vërtet që dinosaurët janë zbukur. Janë ende në biznesh. Iguana, harvuca të ndryshme, harvuca gjel, bëre të tjerë, janë gjithmonë aty. Por këtë qenie fuqiplota bën një operacion gjenetik të zvogëluan për masat e dinosaurëve, sepse duhet i bënin vend gjitarit njëri, e qartë, gjatë ngrohtë. Kështu që planeti u përshtat, morën androgjenin dhe ndanë më dysh. E kështu lindën Adami dhe Eva, sepse kjo ndarje përmes tërheqjes seksuale do të përshpejtonte ripopullimin e planetit. Por këtë arsye, në lashtësi patriarkët e mëdhenj kishin shumë gra, sepse duhej të lindnin shumë fëmijë për të populluar planetin. Sepse në projektin e Zotit duhej arritur një moment historik me një numër të caktuar enzimash njerëzore. Dhe ne jemi enzima piramidale, të trupit të gjallë, të makroqelizës së quajtur planeti Tokë, që është qenie e gjallë dhe është nëna e madhe, e cila 2000 vjet më parë u mishërua në trupin e Shën Maris. Ajo është Gaia, pra hynesha, femërorja e shenjtë. Gjithmonë është mishëruar për të folur divet saj. Është mishëruar si Izida, është mishëruar si Inanna, është mishëruar si Maria, nëna e Krishtit. Kështu pra, kur hominidi u trajtua, mbi tokë u sollën farat e 4 racave jashtëtoksore. Raca e kuqe nga Plejadat, raca e verdhë nga Procion, raca e verdhë nga Orion dhe raca e bardhë nga Alfa Centauri. Prandaj toksori nuk ekziston dhe nuk ka ekzistuar kurrë. Kjo është thjesht një mënyrë pa ledishme për të parë gjërat, sepse shtëpia e njeriut është universi. Kështu që sipas nevojave tona eksperimentale mishërohemi në planet të ndryshëm. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, dhe këto banesa janë vende të banuara, sepse në to eksperimenton shpirti sipas nevojave të tij evolutive. Prandaj, që ardhjet dhe shkuarjet e qenieve jashtëtoksore në periudha të ndryshme historike kanë qenë gjithmonë të pranishme. Ndonjëherë vinë si jashtëtoksor, ndonjëherë mishërohen, atëherë janë shkencëtar të mëdhenj, artistë të mëdhenj, muzikantë të mëdhenj, sepse janë fara e Zotit që vjen nga shoqëritë e përparuara për të ngritur njerëzimin, që është kopshti ku kultivohen lulet e tij më të çmuara. Pra, ne jemi pluhur yjesh dhe tek yjet do të kthehemi. Është e vërteta. Sepse prandaj ndjejmë brenda nesh këtë nostalgji për yjet. Këtë gjë që brenda është e fortë.
është kujtimi i origjinës tonë. Dhe etërit tanë, ata që sot po kontaktojnë njerëzimin, nuk janë mjashtoksorë në kuptimin e zakonshëm, si astronaut që vinë me skafandra nga botë të tjera. Ne i jemi kontaktuar sot nga etërit tanë. I jemi kontaktuar nga ata që krijuan birin shpirtëror të mishëruar në trupin që vjen nga dinosauri ujor. Por dinosauri është vetëm trupi, shpirti vjen prej tyre, prej këtyre qenieve hyjnore. Shiko, Bibla thot një gjë interesante. Dhe Zoti e bëri njeriun sipas shëmbëltyrës dhe ngjashmërisë së vet. Pastaj thot, sipas shëmbëltyrës dhe ngjashmërisë së tyre e bën. Në ç'kuptim? Zoti e bëri njeriun sipas shëmbëltyrës së vet. E bërë sipas shëmbëltyrës së tyre, sepse Zoti ishte udhëheqësi i një ekipi gjenistësh kozmik. Ai ishte koordinatori i etërve krijues që krijuan shpirtrat. Ne dhe na mishëruan në strukturën biologjike që ndërtuan, në mënyrë që të mund të eksperimentonim. Sa histori e bukur, a? Pra ne jemi bijtë e yjele.